Një tjetër hapësirë publike amortizuar prej vitesh në Shkodër po kthehet në kantier ndërtimi. Prej disa ditësh punimet kanë nisur për asfaltimin dhe rihabilitimin e plotë të sheshit pranë kopshtit Peptusha. Kjo ndërhyrje jep zgjidhje një problematike të kahershme infrastrukturore për banorët e zonës, e veçanërisht për prindërit që shoqërohen çdo ditë fëmijët në kopsht e Qerdhe. Mungesa e investimeve për vite me radhë kishte kthyer këtë hapësirë në një shqetësim të përditshëm. Tash ky restaurimi i sheshit një edhe i kopshtit, që kopshti ka 60 vjet që nuk ka vu dorë të mënë, tash që ka dalë, mu më pëlqen shumë, e kam panja 2-3 herë, arba punë e bukur, kë sheshi ka kënë keq, ka kënë, sot pa kthehet një tjetër shesh, shumë i bukur, ashtë edhe për fëmijët që vinë, edhe për këta banorë të këtij pallatit që kanë vendin parkimit, kanë edhe sistemojnë që janë më mirë dhe rregulli është i mirë gjithkund. Deri tash mirë duket, se si po përfundojnë nuk e dina. Se që do me bëha parking, a do me bëha lorish, mirë është mas me hi makinet të mua, se që kanë me bëha firmat. Ka keni keq përpara këtu? Mizere. Rregullimi i sheshit po realizohet përmes një ndërhyrje paralele me rekonstruksionin e plotë të vetë kopshtit Peptusha, me përfundimin e të dyja investimeve. Kjo zonë e Shkodrës merr një pamje tërësisht të re, duke garantuar hapësira më të sigurta dhe më funksionale për komunitetin.